19 gushti shënon ditën botërore të fotografisë, një ditë që i kushtohet artit të kapjes së çasteve dhe ruajtjes së tyre ndër vite. Një prej tyre është edhe fotografi Blerim Xhoci, për të cilin fotografia është shumë më tepër se një imazh i shkrepur në një moment. Fotografia përfaqëson shumë gjëra. Fotografia është një mesazh. Ma veçanta fotografisë që është sepse fotografinë e kupton gjuhën e fotografisë e kupton e gjithë bota. Domethënë ka një gjuhë universale, cilën e bën fotografinë shumë dimensionale. Domethënë një foto jep shumë mesazhe varet personit që e shef atë foto që e merr mesazhin, sepse një foto shkrepet për një çast dhe shikohet për një çast, por në atë foto ka shumë gjëra të cilat duhet me kuptuar çka ka thënë ajo foto. Ka një rëndësi shumë veçantë në mesin tonë. Pikërisht përmes një fotografie, një moment i shkurtër mund të mbetet i gjallë për vite të tëra. Ajo mund të na kthejë në një periudhë të bukur të jetës, por edhe në momente të vështira që kanë lënë gjurmë, shtoi fotografi Xhoci. Çdo foto që ne shohim pas disa viteve, disa muajve, disa vite, na kthen në një të kaluane të mirë ose të brisht ose varet çfarë kaluane ka qenë. Na kujton çdo çast, çdo moment, çdo lëvizje besa në atë moment, në atë fotografi, domethënë kompletohet një jetë e tërë në një fotografi. Por pas çdo fotografie të bukur qëndron puna dhe përkushtimi i fotografit. Për Blerim Xhocin, dita e punës nis herët dhe shpesh kërkon orë të gjata, përgatitje dhe durim deri në momentin e realizimit të një fotografie. Dita eme si fotograf është pak më ndryshe, sepse dita eme fillon shumë herët, në orën 4-5 mjesit. Deri në ora 19 mjes është staza parë, pastaj bëhet një lloj pauze, pastaj nga ora 4 mbrëmje deri në ora 8 është pjesa dytë, cilën e bëjmë gati çdo ditë. Është një punë mjaft e lodhshme, po është frutëdhënëse. Me një fjalë shkurt, në fund ditës e jep një frut shumë të mirë, sepse një foto ti e shkrep tash, po për një foto duhen disa kohë, disa orë, disa ditë besa, kalon ditë, nështë nuk shkrep një foto, po atë moment që ti shkrep një foto, e përmbledh gjithë muin me një fotografi. Fotografitë janë ato të cilat gjithmonë dëshmojnë ngjarje e historinë në kohë e rrethana të ndryshme. Prandaj fotografët i konsiderojnë ato si diçka e veçantë në jetën e tyre profesionale.